Tabela e parë në pikën kufitare në Tabanos, mirë se vini në Republikën e Maqedonisë së Veriut, është vetëm në gjuhën maqedone, angleze dhe frenge, por jo edhe në gjuhën shqipe, për çka pati edhe reagime në opinion një ditë më parë. Ndërsa vetëm disa metra pas është tabela e dytë, e cila e ka edhe gjuhën shqipe dhe e njëjta u postua dje nga zëvendës drejtori i doganave. Mirë po, faktë është se kjo tabela e parë në pikën kufitare në Tabanos, është ndryshuar para disa ditësh duke u hequr gjuha shqipe. Pasi që kishte disa ditë që mërgjimtarët mirëpriteshin në 3 gjuhë të tjera, por jo edhe në Shqip, një ditë më parë pasuan edhe reagimet në opinion, duke kërkuar përgjegjësi përse tabela ishte ndryshuar. Gjithsesi ishte ndërruar dhe në tabelën aktuale nuk figuronte më gjuha shqipe. Më pas në profilin e tij në Facebook, zëvendës drejtori i doganave Mustafa Dauti e postoi një video të tabelës, që e kishte edhe shqipen, dhe krahas videos e shkruante edhe datën e inqizimit. Mediat online e interpretuan sikur tabelat e ishte ndryshuar. Mirë po në realitet ai e postoi tabelën e dytë e cila ka qenë gjithkohës aty, duke ignoruar tabelën tjetër e cila nuk kishte më vend për shqipen. TV-shenja kërkoi përgjigje nga ndërmarrja publike Rrugët Shtetërore se përse ishte ndërruar tabela, por ende nuk kanë dhënë përgjigje. Ky zakon nuk po ndodh për herë të parë në tabelat informuese në vend. Para disa muajsh një gjë e tillë ndodhi në pikën kufitare në Blac, prej së cilës u hoq gjuha shqipe dhe u desh turistnia dhe reagimi i opinionit që institucionet të zmbrapseshin nga vendimi dhe ta kthenin shqipen aty ku e kishte vendin.